interesimi i madh i muslimanëve në Shkopë, në Kosovë, në Shqipëni, në Ballkan, përgjithësi për me shku në umre. Shiko, Asuna, vizita e Qabës është më shumë përjetim që ka e përjeton njeriu sa mundet me e përshkru. Definitivisht. S'për shkuat. Nuk përshkruhet. Me marrë libër me kallëzu, domethënë ndjenjat, ndoshta se ngjon fjalë. Atë që ka e përjeton njeriu, domethënë e kemi pa shpesh herë prej umregjive, domethënë të cilët kanë qenë me ne apo me tjetër kanë, domethënë i dalin lot, edhe pse ndoshta ai nuk ka dëshirë shembull me i pa lot dikush tjetër, ama i dalin vet. Edhe e pyes, tham, çka ki pse po kanë? Thotë vet nga zemra po m'dalin, duke e pa Qabën. E më shumë ti vizita që shkojnë është një përjetim domethënë shpirtëror me zemër se sa që mundet me përshkruaj me fjalë apo në këtë emision. Po duhet me ditë se e vizitori i cili e viziton Qabën, ato janë mysafir të Zotit. Allahu Akbar. Ato mysafir të Allahut. Ti përmendo nëse të fton dini ministër, dini kryetar shtetit, ose dini kandidat për kryetar komunë. Përmendon të fton shembull ta cakton mas një javë me shku. Ndoshta cellë javë nuk zë xhumi. Edhe çish kimu vesh, çish kimi shku, kush ka me të prit në Facebook mase. Se jam të shku në takim. Haxhia dhe umregjia në mysafir të Zotit. Edhe pastaj njeriu kur shkon atje, shkon e viziton vendin apo e shef ku ka lind pejgamberi alayhis salatu wasalam, që sot ne muslimanët i ndjekim fjalët e tij. Edhe ti shkon njeriu më i famshëm në historinë e njerëzimit. Sallallahu alaihi wasallam. E kur shkon ti me pa vendi ku ka lind, vendi ku i ka shpallja, vendi që është mshef, në shpellën Thawr, nëtën pastaj shkon në Medinë, vendin lufta e Uhudit ku është zhvillu, lufta e Hendekut, Bedrit, andaj Vari. Po, edhe vonri pejgamberit alayhis salatu wasalam, xhamia e tij, këtë këto ta bëjnë një përjetim, domethënë që muslimani se haron asnjëherë. E kur i shef, shiko, ndoshta 40-50 vite ai ka ngu derse, ka ngu ligjërata, ka ngu domethënë kur ka lind, kur ka vdek, që ka bëu hijret. E tash njeriu kur shkon e vizitu shtëpinë e Allahut, domethënë këto vende, andaj këto janë një përjetim që nuk përshkruan asnjëherë. Po, domethënë 40 vjet kanë ngu derse pejgamberi, e tash ti po shkon te vendi ku i ka vepru, ku i ka fola do fjalë pejgamberi sallallahu. Ose ku ka hes në vendin Medinë, ku ka hes apo në Mekë. E këto unë kam po nga udhëtimet e tona kur ke nis me kallëzu, shembull, këtu ka jetu, këtu ndoshta ka shkel pejgamberi alayhis salatu wasalam. Njerëzit duke net i shef lotët duke ju dalë. Nëton umregjive, haxhive. Nëton e kjo është nga imani, nga dëshira, nga imani që e kanë apo që e kanë pas, më sa viteve kanë goders, e Allahut jo çdo kujt na ja mundson me shku. Shiko. Shkon njeriu në ato vende ai që ka iman. Unë shpesh herë ju tham njerëzve, jo që vini Allahu ju ka zgjedh. Se shumë njerëz kanë parë. Shumë njerëz kanë miliona. Nuk shkojnë. Nuk shkojnë. Nuk jam mundson Allahu. Për 100.000 arsye. Ne kemi rast unë shembull një nga familjarët e mi më pathoni një nga rastat. Tha hoshta unë jam kon, tha kamos. Kam në Amerikë, në Spanjë, në Dubai. Thash ti si e kon kërkuni. Pse? A di shu habit. Thash a e kon me ken Medinë? Tha jo be, tha si jam kon. E po thash që sa falësh që ka vite. E po thash e po ti ka këtë jesh ka qabja. E ti s'ke shku, Allah të ka dhënë pasuri, s'ke shku në ato vende, shemo ti sot e shef në televizia, po këtë jesh nga e qabja. Me shku me i po vende ku ka lind, ku ka vdek pejgamberi sa luftat që janë bëu sen, historia e tij. Tha po be, tha nime, tha s'jam kon kërkuni. E kështu që njeriu shkon ato vende, ai cili ka iman, ka besim. Në ato është namazli, edhe e ka dëshirën apo atë kënaqësinë e Islamit apo dëshirën e pejgamberit asam edhe për atë Allahu do të thonë ja mundson atyre që kanë iman për me shku me vizitu. Jo atyre që kanë para ose pasuri ose pozite kështu me radhë. E vërtet është se çtash frikë që kesh në gusht,
Shifsha, i postojsha video dhe foto në rrjetet sociale, kishte komente shumë të mira. Ban dua për neve, Allah ma mësofte edhe mua në këne auton, por kishte edhe komente të këqija të islamofob, rap, të fleq, jo, kështu. Jo, se thash s'pana Allah, thash, qish janë njerëzit me iman edhe pa iman. Po pastaj, thash, nuk jam mundson Allah çdo kujt, Allah nuk jam mundson aty me shku aty. Allah jam mundson njeriu që ka iman, ka besim, ka dëshirën për Allahun, për pejgamberin alayhis salam. Sallallahu alaihi wasallam.